Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte tradit që kur vinte dikush me pranu fejen, edhe shifte që i ka merak parët, apo i jepte parë që ta forcoje. Erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe domodin sigur nguronte me islam, edhe e provokoi. Tha ja Rasulullah, a më jap çdo delet kejt? Ato ishin thot Enes ibn Malik sikur kodër, zi, tuf. Tha meri tuat janë. Ja nisi thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Shkoni thate Muhamedi se kisu tut ka fukarallakit. Që ku dikush e ka qështu dhe? Apo dush mi dhon pak për me bo. Pi 8 kategorive të zëqatit, një për kategorive cëla merë me fut në islam. O dhe zë lejohet mi adhan shkavit do pare, nëse ti të paci atu afruhe. Po vlavit tanë musliman mi adhan do pare, mi thonë maj qëto, apo hajde ka gjamiën a dit. Se drejkën Allah i ketën aty bashkë. E i thotë, umit aty i thonë, ani dhe provoj pak dhe njarë dhe shështu mi thonë. Apo, s'është problem me dalë, me një drejkë, mi adhon një drejkë, mi adhon një darkë, e mi thonë, o dhe thiri e zonja, ka mundësi, në musliman jena. Apo, me përdor metodologi, për nësam, shiko vëzër, 100 dele, 100 deve, meri. Ajtu ngajt, Muhamedi s'po tu të fukar Allahit. Nuk ka problem vëzër njerë, mi a gjujt digu qelsat. Ta këthen Allah i vëllaj. Gjuja qelsat e kerit. Allah, s'ki kera po, mere kerit. Ama hajt ka gjami ashme, shkiro merëm gjami mësani. Nuk e diti si me shka ja mërë zemën. Nuk po thamë të ashtë njani me thotë, a me ja gjujt qelsat. Po thamë dikush ka i ka rejnë, i ka 3-4 kera, gjuja një se s'bahat kur gjo. Apo 3-4 kera të shpia, o pse ja një vlajt tani musliman, apo s'bahat kur gjo. Doj pejga mësam, jepte shumë pare që të hinë njerëzit në islam, qatë shumë ka dhanë, sa që janë në dhnu disa sahabe. Shumë për ju jep tinve tjere na metëm kërkun. Për mësëm ka thonë, kadaleve, se unë ju jep këtinve tin në islam, ju kini hije. Na, tash, ti njani ja burri fort, ka hi në islam, ka stajsh në islam. Na nuk tutmi për ta. Apo, na nuk në stajsh në mitëshu, imamin i thonë, ma i hoxha ti të pare se si dije ti livrit. Jo, Allah, na duhet i ka në gjerë rrugës me gjitha, i hoxha si livrit edhe hoxha shkoj kitë kja pun. Apo, edhe pse ka raste gjithë, pa ja mu shgjepin snisaj me kënu hiq. Mirë po, mbaza qështu që ka po pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas tradit prej mëshirës vetë që e ka pas, tregon edhe Ebu Dherri, por rasti më interesant është me Amr ibn Abesen el-Sullemiyun. Thot Amr ibn Abese kam qenë në gjahiljet një njeri cili se ka dash paganizmin. Pin gjahil se kom dash paganizmin, pin ignorancë. Mirë po thot nuk e disha cëla e vërteta. Nuk, thot Amr ibn Abesa din s'ka zima muslimi, thot sun vikemi ba sejshdeve putit. Ama nuk e disha qysh i bje tamam. Thot deri sa nita se ka dal një njeri mek, nuk i do puta. Edhe thot o pejgamber. Thot edhe shkova ka dale, shkova tinza. Thot i gjeta popullin e vet arrogant ndaj ti, t'guximshëm ndaj ti, e ai urujke, u fshehke, ka arë periudhën e fsheh të islami. Thot umbulova ka dale, thot edhe i shkova të shpia. Tha edhe i thash, qka jeti? Tha më tha, unë jam pejgamber. Tha i thash, qka o pejgamber? Apo, qka o pejgamber? I tha, më ka dërguar Allahu të ju lajmëtar. Qka o pejgamber? Atër i tha, me qka ka dërguar? Mesazhi jot, përmbledhja jot, cila shiko vëzët pika ja ka nis. Andaj do njëherë, do gjënë e këtë hadith, do njëherë ban me janis në ligjerat, e në davet, e në thirje, pi një punës shka ma pak me rëndësi se sa një tjetër, për shkak se kjo ma pak me rëndësi o shumë me rëndësishme të ky. Shiko, ma rëndësishme në fejë vëzër të në cila, shahadeti, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, shka ma rëndësishme, apo, mos mu adhuru kërkush përveç Allah, mi thi putat, qëfar të qofshin ato? Ndash gurit, ndash abstrakt. Mi përmësam nuk e nisi kështu. Tha, qka mesajë jëtë? Qka të ka dërgu Allahu? Tha, më ka dërguar mi mbajt lidhet farefisnore. Një. Pastaj, mi thi putat. Pastaj, mos mi bo Allahot kur gjo shirk. Djetarë kanë thonë, meren, qish vin? Qish vin meren? Mos mi bo Allahot shirk, mi thi putat, me mbajt lidhjet. Pse i tha njerë mi mbajt lidhjet? Se te njerëzit që kjo e madhe. Apo, andaj Arab kër e kanë pranu fejen që kanë thanë, ka thonë si mundet më kanë feja këti e gabume, kur thot me majt lidhin farefisnore, që ish mundet.
Si mund të më kanë fe gabuar me kur thot respektoj babën e nanën? Si mund të më kanë kur ky me kushërit është i respektueshëm? Çish mund të më kanë fe gabuar? Andaj pastaj ka thonë, kush të ka armas? Ka thonë një rob edhe një lir. Një njeri lir edhe një argat. Thot Amr ibn Abasa es-Sulami, thot edhe atë ditë thot u kanë Abu Bekri edhe Bilali. Shok. Që e kanë pranuar fejen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata i ka thonë ki inni muttabi'uk. Edhe mu njefëm për ndjekësve tu. Edhe mu njefëm për ndjekësve tu. E atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shiko që kjo vëzëll dhe mshuria e madhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë innaka la tastati'u dhalika yawmaka. Ka thonë shiko, sot ti s'mundesh me bëket. Sot ti nuk mundesh me bëket punë. Ka thonë a nuk e të mpa unë çfarë gjendje jam? Ti më sheft, ti mos më sheft jam unë. Ka thonë a si të pa njerëzit që janë guximshëm ndaj meja? Ka thonë shko te populli jot. Ka thonë pilar ka, periferi. Ka thonë shko te populli jot. Kur ta nish se ju mba i fort, hajde. Apo kur ta nish se ju mba i fort, hajde. Thot Amr ibn Abasa, kum shkue. Kur ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kum shkue. Kum shkue te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kur kum shkuar në Medinë, thot shkojshin njerëzit shpejt me pranu fejen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot shkova në Medinë dhe i thash ja Rasulullah, a më mua? Kan kalu vite. Para më, kanë ardhur disa transmetime që ka ardhur në kohën e parë. Kur ka pejgamberi ka bëu davet në shtëpinë e Arqam ibn al-Arqamit. Apo do më ka shku dikun mas 7-18 vjetëve. Kur ka shku pejgamberi i ka thënë ja Rasulullah, a më mua? Ka thënë po ti e Amri që më ke takuar në Mekë kur jam kontinza. Edhe u gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E shikoj se dietar kanë nxjerr pemësime kanë thonë çka, pastaj ka mësuar pejgamberi çish mu fal, çish me mora abdes, këtja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dispozitave që kanë zbrit. Kanë thonë dietar, e para, çka kuptohet çto? E para. Kanë thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam megjithëse ka pas nevojë për përkras. Mirë po nuk u bë, domthon sigur a erdha po? Jo. S'muj me të ndihmu vëlla. Ani, je bo musliman, po shko ti të shtëpia jote ja. Se nuk ka mundësi me të ndihmu. Të kapin, të rrefin këto, s'kam çka të bëj. Janë të mi vrau shok parasive, s'kam çka bëj. Andaj për mësimin që kanë dietar, me tritë muslimanëve për sa më koni kujdesshëm. Nëse dikan s'mundesh me siguru, mos i thuj, hajde ti vëlla, hajde. Ku hajde? Ku hajde? A ki takat? Ja jep njerit besën pastaj se marr. Ja jep njerit fjalën pastaj se marr. Nuk ka gjën rregull, apo? Pastaj më thon, andaj mos jep diçka. Ky pejgamber me vëllau kon. Para më nami paston, po ti atë ka thua vëllai pejgamber po. O çe po du me nejt me ti unë. Ti ke obligim me majt mua. Se je pejgamber. Jo, shko te shtëpia jote. Shko te shtëpia jote se smuj me të ndihmu vëlla. Andaj sapi musliman duhet të thon, smuj me të ndihmu vëlla. Ani rri musliman mos shit shumë muskuj, se s'u ndihmon kërkush. Edhe e dyta që kanë dhënë dietarët, çka kanë thonë? Këtu ka alamet mu'jize, mrekullie pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka ka thonë? Kur ta nish se kum jo mboj fort. Ka ditë se ka mboj fort? E ka kallzu Allahu xhelalu ala. Mësa me ka ditë. Apo ka thonë kur ta nish se bona i fort. Hajde. Kjo çka argumenton? Se e ka ditë se bona i fort. Andaj nuk e ka lënë këta menet gjendje dobësie derisa i ka thonë, hajde se nin ti kur bona unë i fort. Ka me morë dash këtë dunjaja, e leje mo ju arabët. A dhe kjo është për mrekullive që e kam përmend dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu